Vonesa e pagave, punësimet partijake, mos respektimi i marrëveshjes së kolektive, marrja e vendimeve me dyer të mbyllura. Këto ishin arsye që nxorën në rrugë qindra protestues së punësuar në Ministrinë e Kulturës, të mbledhur para ministrisë në të cilën punojnë me pankarta në duar e me muzikë në sfond. Ata thanë se rreth 3000 të punësuar në këtë dikaster kanë mbetur pa paga për festën e Pashkëve. Siç tha kryetaria e Sindikatës së Kulturës Vera Atanasovska, nuk po protestojnë për luks, por për një të drejtë të garantuar me kushtetut. Ne kërkojmë që të respektohen marrëveshjet kolektive dhe ligjet. Ne kërkojmë kushte dinjitoze, punë dhe trajtim dinjitos të njerëzve që janë pjesë e vetë kulturës. Ne kërkojmë transparencë dhe menaxhim profesional të institucioneve kulturore, të lira nga kontrolli partijak. Ne kërkojmë një strategji për zhvillimin e kulturës. Ne kërkojmë ngritje në detyrë të përshtatshme për punonjësit. Sipas tyre, kjo situatë paraqitet çdo vit në këtë periudhë, prandaj janë detyruar të protestojnë, ndërsa shtuan se kultura nuk do të heshtë e as të friksohet. Ne jemi këtu sot jo sepse duam, por sepse e kemi të patjetërsueshme. E kemi patjetër sepse kjo çmenduri vazhdon për shumë kohë tani më. Dhe çdo vit në mars dhe prill na sjell përsëri këtu në prag të durimit dhe dinjitetit. Mbështetje për Sindikatën e Kulturës dha edhe lidhja e sindikatave. Kryetari Slobodan Trendafilov bëri thirrje që ata të bashkohen protestës, të cilën do ta organizojë lidhja e sindikatave më 1 maj. Si ministër me 79% pagë të rritur po lufton kundër pagave tuaja të parapara me marrëveshjen kolektive, që personalisht mendoj se është e turpshme. Për fat të keq, sot nuk jeni vetëm ju pa paga, por edhe një pjesë e madhe e kolegëve tuaj në sektorin publik. Prandaj ju bëj thirrje që më 1 maj të na bashkoheni në protestë. Punonjësit e kulturës protestën e nisën me muzikë rock, e vazhduan me një interpretim nga të punësuarit e operas dhe baletit dhe e përfunduan me himnin e Maqedonisë.